Vendimi që unë të studioj në Kairo, ka qenë vendimi im dhe i familjes jo krejt i lehtë. S'dije që po bëj, lufta. O ka në caktim që unë me qenë maturant në kohën më të vështirë për vendin tonë. Vendimi që unë të studioj në Kairo, ka qenë vendimi im dhe i familjes jo krejt i lehtë. Shkak se unë kam qenë nxënës i shkollës në 1998, mbile tash kur ishim në protestën në përkrahje të çlirimtarëve që po gjykohen padrejtisht në Hagë, në njëjtën rrugë kur rinim me vllaun aty i kujtova thash çet rrugën e njëjtë që na tash jemi tu protestu për diçka tjetër, duke qenë maturant në medrese bashkë me shokët e klasës, me kujdestarin tim tash dje profesor Bajrush Ahmetin dhe profesorët e tjerë, u patë ndal nga shkolla jonë të organizuar si krejt shkolla në protestë gjithë popullore me datën 5 mars të 1998. Atëherë ka qenë thirrje nga presidenti Rugova. I thoshin protestë gjithë popullore, kujtoj. Dhe njëjtën rrugë patëm kalu. Po atëherë ka qenë regjimi tjetër, edhe lufta ishte në kohën kur unë e përfundova shkollën. Fati, tash që kjo është te çështja e caktimit. O ka në caktim që unë me qenë maturant në kohën më të vështirë për vendin tonë. Po megjithatë është edhe krenari dhe nder që secili në formën e vet ka arrit me dhënë kontribut për çdo vend. Edhe shokët e mi të klasës, unë kam shok të klasës që është dëshmor i kombit, është Nusret Musa nga Mitrovica, që ai ka qenë ushtari i ushtrisë shqiptare të Kosovës, e kam pasur në klasë. Mirë po ai ju ka bashkëngjitur ushtrisë para se me përfundu shkollën, edhe shokë të tjerë. Tash, ishte koha shumë e vështirë. Dhe ideja ishte tash me prindin, me babën tem të ndjerë, ç'a me bë për studime. S'dije ç'a po bëj, lufta. Vendosëm për Kairo, normal me përkrahjen e njerëzve të dashtën, përkrahjen e muftiut në Tërnavës që kam edhe familjar. Kemi arrit me shku për studime atje. Muj me thonë, largimi prej familjes dhe lani aty në këtu në gjendje lufte, ka qenë moment i vështirë. Dhe të shkosh një vend të largët në Afrikë, një kontinent këtë tjetër, në një moshë 18 vjeçare, s'ka ne që lehtë. Ne derisonim vitin e parë të studimeve studionim në Kosovë që bëj lufta. Dhe ka qenë me siguri e vështirë si fazë. Çfarë ndjenit në atë periudhë? Mendoj çka keni menduar më ashtu? Nuk mundesh edhe me përshkruaj. Me thonë drejtën, i kishim ne ligjëratat, i kishim provimet. Ne atje duhet mësonim. Ka qenë edhe ideja tash që në një kohë me kolegët ishte edhe plani edhe mundësia për me ardhur në Kosovë dhe me u bashkangjitur ushtrisë. Realisht me shokët që kemi pas në studimin atje, po për shkak që pak teknike më thonë, ata dhe e dinë që s'është realizu. Ideja krejt është që në qatë fazë, kur ne ishim student atje, ka qenë goxha vështirë, sepse familja siguria e tyre s'dije ç'a po ndodhte, lufta çdo moment populli e thot një farë fjalë me vesh në krah. Po duhet vazhdonte jeta, ne mësonim ligjëratat i përcjellim sa mundim, provimet mësonaj dhe muj me llogarit që sakrifica dhe durimi për me e marrë çet vendim, me shku atje për studime, me këtë situatë të pasigurisë dhe të luftës këto ka qenë goxha vështirë. A jam sot pishman që kam shku jo, a jam krenar që kam përfundu fakultetin atje po se po, dhe kam e provu më rana mundësive në çdo minutë jetës tem me i kthy borxhin në farforme qasoj kohë të investimeve